Vllaznia në volejboll meshkuj është surpriza më e këndshme e kampionatit kombëtar të Superligës, teksa në 4 ndeshje ka realizuar 4 fitore duke kryesuar me pikë të plota rënditjen. Fitoria e fundit është realizuar mbrëmjen e së premtes ndaj Erzenit të Shijakut, skuadër e cila prej vitesh është në elitën e volejbollit shqiptar. 3-1 në favor të kuqebluve të drejtuar nga trajneri Artan Kalaja është mbyllur kjo ndeshje. Por ajo që duhet theksuar ka të bëjë se ishin miqt nga Shijaku që nisën më mirë duke fituar setin e parë me shifrat 23-25. Në të dytin, kundra përgjigjja vllaznisë është e fuqishme, gjë që e tregojnë shifrat 25-15 në favor të kuqebluve. Në 2 setet e tjerë, rivaliteti është më i madh, sidomos në të tretin, të cilin e fiton përsëri vllaznia me shifrat 25-22. Ndërkohë që i katërti është përsëri me avantazhin e kuqebluve, këtë radhë 25-19, duke bërë që e gjithë ndeshja të mbyllet me rezultatin e seteve 3-1. Një ndeshje që krahas të tjerëve, të cilët performuan mjaft mirë, përfshirë edhe 2 të huajt, Alberto Sierra dhe Sebastian Palacios, spikatjen më të madhe vazhdon ta bëj veterani Nikolin Çafarena, i cili në cilësinë e kapitenit të skuadrës është një shembull dhe frymëzim për të rinjt. Nuk ishte ndeshje krete thjesht. Erzeni është një skuadër që ka vite që jeptonin kampionatin shqiptar. Gjithsesi ne u treguam më sakt dhe fituame. Seti i parë në bani për me menu që nuk është e lehtë për me fitu nga një skuadër si Erzeni, e cila është gjithmonë e përgatitur, por ne treguam forcë dhe arritëm të fitojmë. Na knaq, po mu nuk knaqin luhatjet që kemi, shpeshherë kemi ulje ngritje, duhet jemi më stabil në ecurinë tonë. Gjithsesi në kampionati sapo ka fillu, është i gjatë, rruga është e gjatë. Por si shtojnë fillimi i marrë është gjysa punës, gjithsesi ne do të tentojmë që në stërvitjet tona të përmirësohemi për ditë më tepër. Ishte një ndeshje e rëndësishme veçantë, sepse ishte një ndeshje me rival direkt për fazën e futjes në kuadrëshe. Besoj që në fazën e parë është arrit si objektiv futja në kuadrëshe, ndoshta erdhi më shpejt se sa e kishim menduar në fillim të kampionatit, por besoj se kena bërë mos mirë të 4 ndeshjet e para. Skuadra po jep sinjalet që do jetë tjetër edhe në vazhdim. Jo vetëm me këtë që ka dhënë deri tash. Pasi ndryshimi është i dukshëm dhe dëshira dim të shtohet çdo ditë më tepër. Jo vetëm nga rezultatet, unë flas për kushtet e përgjithshme. Ka shumë shkaqe që mund të ndikojnë në rezultatet e fundme. Mendoj që është rikthimi i dëshirës për fitore. Dhe unë këtë të vrej në mas, pa dallim moshet, si të rit, ashtu edhe të vjetit, si dhe një gjatë që ndoshta blen për të përmend, shkrimjen me ekipin ton edhe të 2 lojtarëve të sapo ardhen, them këtë sepse me të vërtetë ata kanë shumë pak që kanë ardhur dhe përshtatja me ekipin është që të jep shumë shpresë.